Sepse si vetëmi vend që është shtet edhe kom, edhe me 4 fetë ndryshme. Të tjerat janë bashkikomë, le t'i bajnë ata bashkikomesh. Ne jemi një rast unikal në botë, që jemi shtet kom dhe s'kemi pse ta prishim këtë homogenitet. Edhe mund të vëjmë një kusht 2-3%. Po në fundi aq që kanë ata. Italianët janë 80 milionë dhe kanë 2 milionë, 1 milion të huaj, 3 milionë bie fjala. Gjermania është 90 milionë, bashkë mund të ketë 2-3% mund të ketë të huaj, që do të thotë që e komandojnë atë frymën kombëtare, bërsin e kombit, pra edhe Shqipëria nuk ka konkurrencë që ai huaj të vit marrë një punë më të ulët etj. Si e bëjnë shqiptarët andaj? Shqiptarët janë shumë të integrueshëm, në fundi janë tokat e tyre. Dhe të suksesshëm. Dhe të suksesshëm. Janë deri para 2 vjetësh ishin 9800 patenta vetëm nga shqiptarët. Po këta duhet të kesh brum këtu. Kam dhe unë patentën time. Po pra, edhe ju keni një patentë, di pra. Djali im ka 2 patenta për shturp që ai takzoi një, do thuash, një qytetar të botës. Po mirë, ne kemi nevojë më shumë se kush do për to patenta që kanë fëmijët tanë, që janë jashtë shtetit. Kështu që në këtë kuptim një qeveri teknike përgatit zgjedhje për forca politike të barabarta, këta duhet dalin dhe detiu moralisht nga skena politike, të dyja krahët, bile edhe shumë edhe promosante 70-80% e tyre duhet t'ia lëshojnë vendin, një kombinimi, një moshe e papërzierën politik, që është një moshe vjetër, që ka energji shpjetrore, një moshë mesatare që janë inxhiniera, profesora, pedagog, që kanë një energji mendore, dhe energjia fizike që është e tërime. Vetëm të rinj, që bile ndonjëherë dhe thonë që nuk i duam këta mbi 25 vjet fjalë ose 30 vjeç. Kjo është e gabuar. Edhe ata janë lav, edhe mund të djegin si lav, po edhe duhet ka nevojë për një shpjegim. Ka nevojë për një shpjegim me këtë. Me leje 10 sekonda. Këtë gjë un kam përshtypjen që ne do e zorojmë edhe herë tjetër. Patjetër. Unë them që të shumë. Shko, në mbështetje të atyre që thatë ju kolegë të dashur, kisha dhe unë një mendim kështu. Mendoj që gjithë kjo energji që shpresojmë të ngelet ajo ana e pastër e tyre, ana i ingenua që thot italiani, ata që me intuit që tha Zoti Pingulli, ndjejnë atë që duhet jenë prezent, që mund të kundërshtojnë, dhe një gjë që më ka bërë përshtypje në mënyrë pozitive të ata është që krenaria e identitetit të tyre. Do me thënë, ata janë krenar për identitetin e vetë. Kjo i kishë bërë përshtypje edhe një italiani që foli aty. Shikoj këtë grumbull njerëzit të mëdhenj, tha, që janë shumë krenar për identitetin e vetë. Shiko, kjo është tepër e rëndësishme. Do me thënë, se Izraeli që ka rritur ato maja që është bërë faktor botëror, ka identitetin shumë të fuqishëm, të vetë. Një, edhe këtu do thoja, me qëra fjala, që janë disa graska, Zoti Guri, që tentojnë të bëjnë, të baltosin atë namin e madh. Dëgjova presidentin e Izraelit në një intervistë me zonjën Duma, tash para pak ditësh. Ai tha, jemi rritur në shkollë me atë idenë që Shqipëria ka qenë i vetmi vend që na ka mbrojtur dhe që kanë dalë më shumë hebrejë se sa gjatë luftës. Do të thënë, ky është një respekt i madh, një dashuri që ushqejnë për Shqipërinë. Por me këto provokime që vjet flamuri izraelit dhe ajta grisim dhe ajta ashu, do të thënë, unë personalisht nuk jam, sepse ne baltosim atë namin e madh që kemi si njerëz të besës, si mikpritës, edhe po bëjmë këtë gjë tjetër tani. Ata janë provokuar, janë provokuar me këtë gjë. Janë provokuar, janë bërë flamura, janë provokuar nga shteti. Protest me 40.000, me 80.000, 100.000 që arriti protesta, mund ndodhi një tillë. Por do bëj një dallim. Identiteti filant aty, aspo edhe e mungoj. Dhe identiteti shqiptarët ka ndryshim të madh Zoti Barlet. Ne nuk urejmë kurrë. Po pikërisht, pra, po këtë ne shqiptarët nuk urejmë kurrë. Nuk dhunojmë kurrë. Nuk duhet të. Ndërsa po ta them atë që po e përmend fare, po se ai thotë një i tillë baras me 100.000 të tjerë. Sa ne themi një ai, 100 jonë. Ne nuk kemi djegur kur një flamur të fqinjve ta. Pikërisht, pra, këtë të mos të bëjmë këto kurrë, që të djegim flamure, të djegim simbole, nuk duhet ta bëjmë. Të nesër nuk ndodhim. Ndodhi jo, nuk ndodhi. Po ndodh tani po vazhdo nuk ndodhi. Që është turn pozitive në shumicën e vet. Po, jo turn, është popull. Është popull, më fal. Turma është janë të pa orientuar. Edhe janë që besojnë një ideologji, populli pas. Dhe aty që tha ty qendra botërore fleti, i ngrihet tash, ne vërtetuam që jemi popull dele.
si sta zonja ambasadore. Vërtetuam që jemi me identitet të fortë. Vërtetuam që pas kemi të rinj, pas kemi të rinj dhe të reja pa fund. Ja, pas kanë ikur shumë, pas kanë ngelur shumë. Shumë shkencëtar që na djalioti pari, e sa kam parë unë te emisioni Fevzos, shkencëtar në gjithë botën. Po pas ka shumë pra të rinj të reja, no? Edhe tani pas kemi ka shumë të rinj të reja, edhe gjithë botën kanë reflektuar. Dhe që ta mbaroj zoti Guri këtë, unë mendoj, sugjeroj që siç në mbështetje të sugjerimeve që dha t'ju, që ata mund të krijojnë një përfaqësi të vetme, një përfaqësi të bëjnë një nukël që t'i përfaqësoj dhe mund të bëjnë një forcë politike. Një forcë politike e re. Do na bëhet shumë qefi të gjithë dhe ata të kenë kujdes në ndikime negative që mund të kenë, për shembull në forca ndryshme politike, pa ata mund të krijojnë një forcë të pastër, pa pretendime për protagonizëm të njëri të tjetrit kështu. Por në kërkim të evidentimit të idealit të vet, ata të zgjedhin një grup njerëzish dhe të krijojnë ndoshta një forcë politike të re. Ndoshta një parti të re. Mendimi të marrin pjesë në zgjedhje. Kam biseduar me zonjën Elena, me shumë tjerë. Ata mund të formohet një forum, asambleje madhe, 150-200 veta, të cilë mund zgjedhë një komitet drejtues dhe të ketë 7 kryetar. 7 kryetar pa drejt vendimarrje. Vetëm thjesht përcjellsa të asaj vendimarrje që është marrë nga këta 200 veta. 250. Po si ne pirin e lash zoti Guri, qoftë këta bëjnë një krye plejsi dhe do të arrit ta shkojnë plejsi, po ata janë të rinj. Nuk u interesova për këtë dhe për të paraqit parti duhet të kesh kryetarin. Po patjetër, fillimisht do shkosh kryetarin. Patjetër. Ma tha, dakor, nuk paraqitesh dot hapat po thot zoti Guri. Pastaj do vesh patjetër, kështu do të bëj. Fillimisht me 7 kryetar, me 21 komitet, ose 42 janë numër shumë magjik, me 250, jo 230, apo 250. Edhe për zgjedhjen do bëjnë të hapur. Zgjedhjen nuklin e vet drejtues dhe edhe një kryetar. Edhe kryetar pastaj kur vinë. Është gjë më e ndeshme që ata kanë atë pathosin e vetë, gjithatë mund të arrin deri te kjo. Por aman do bëhet që toka shqiptare nuk do shitet kur. Çfarë do lloj qeverisje të viti? Bile ka mendime nga Amerika, kam shumë shok që thonë që bëjnë një referendum që të shitet apo nuk shitet, po për referendum, çta janë mjeshtrat të referendumeve, të votimeve. Edhe kjo qeveria teknike do përgatisi ligjin për referendumet, i cili nuk ekziston me parametrat e dur. Ky ligj referendumit 6 muaj para, 6 muaj mbas, çdo zgjedhje nuk lejohet etj. Pra, ne jemi vend pa ligj referendumesh. Ose që nga 94 që ndodhi ajo që mundi zoti Berisha dhe që atëherë ne shkatruam ligjin e referendumeve. Kështu që edhe kjo qeveri teknike përgatit ligj etj. Por kjo është. Po, kam parë në ChatGPT në kurioziteti që gjithë këto rezorte në Turqi kanë bërë të huajt apo të turqit, vetë investitor turq, dhe më doli, jo, shumica ishin turq. Shumica ishin turq. Ka dhe gjerman shumë. Dhe në lidhje me të huajt, po shumica kanë qenë investitor vendas turq. Po nuk është këto investimi këtu, zoti Bardej. Jo, mirë, u interesova që kush ishin se më ka bërë përshtypje të madhe. Ne kemi ato lloj investimi. Dhe ti do të dish që gjithë Polonia vjen ke Ndurës, ke Fafa apo ke 20 tjerë që ka aty rrotull. Pra nuk është keq ky resorti që kemi zgjidhur. Po, megjithatë kjo është tjetër gjë, tjetër brum, murdo. Akoma mund të bëj. Po, kështu një merak jemi që kam parë disa investitorë shqiptar që investojnë shumë jashtë shtetit, zoti Pingulli. Si e mendon këtë gjë? Po bëhemi pak xhelose, mund të investojnë këto para. Po investojnë në miliona euro. Është ndaluar transferta investimeve, po këtu spitet. Po qa sugjeron? Ne kemi dalë tu që bëjmë sugjerime modeste qeverisë son aktuale. Si e mendon zoti Guri, zoti Pingulli këtë? Shko, se jemi edhe në një dakord. Unë mendoj kështu një që leku i bankës jo rastisht shkon jashtë. Leku i minierave shkon jashtë. Leku i naftës shkon jashtë. Investitorët edhe. Leku i komplekseve ndërtimore shkon jashtë. Dhe ti nuk ke ende sot një langtill të mbeteve moderne, të mbeteve urbane. Një lloj deporimi, sistem deporimi të trajtimit të urave të zeza. Nuk ka asnjë investitor që të bëjë këto gjëra, sepse mbledhja e lekëve në këto gjëra është shumë e ngadalt. Dhe këta duan vetëm beton vëllai. Mbasi betonizuan Tiranë, Shqipëri, tani këta lekun e popullit shqiptar, ti popullit varfër me që po kërkon dhe po gulmon të këtë pyetje, këta po e çojnë jashtë.
Po ndërtojnë për Dubajin, për Amerikë, sa duash ti emra konkret që vjen dhe ndërtojnë andej. Edhe njerëzit e mëdhenj këta që masi bën diçka në Shqipëri, po e përcjellin andej këtë. Kështu që kjo është e dhimbshme. Edhe ti do ngelesh gjithmonë i vrapë, si tha ai Mark Twaini, pse do ngelesh i vrapë? Po sepse i lapsin taj ke 10 fëmijë dhe ndan 10 pjesë, edhe ke 10 mbetje. Edhe neve kështu po na ndodh. Ne po merremi me mbetjet tash. Edhe gjithmonë do na ngeli mbetja neve. Ndonëherë pasërtia e lekut apo jo pas kuptimin që leku në formë të madhe shkon jashtë. Një pyetje zoti Guri, me që je i fushës së naftës. Gjithë jugu andej Gjirokastra këto vejnë blejnë naftë në Greqi. Gjithë Pogradeci këto vejnë në Maqedoni. Pjesa Verëre blejnë naftë në Kosovë. Dhe asnjë nga këto vende nuk është prodhues nafte si Shqipëria. Po je specialist naftës. Po kemi për libër me zotin Pim. Kemi libër, të dy ne kemi bërë strategji, të dy ne kemi bërë strategji që i duhet gjoj qeverie. Një sugjerim në kuptimin ekonomik, kuptimin gjeologjik. Duhet uli aksizën e naftës. Nafta sot ai Albin Kurti e ka bërë 50% aksizën. Edhe e ka dhënë çmimin naftës jo më shumë se sa 1.3, 1.4. 50% ka ullë aksizën. Ta shtoj një tjetër, që po ngulmon shumë gjëra. Ti pagon aksizën dyfishin e asaj në Kosovë, apo në Maqedoni, ti pagon lek për litër rrugë, dhe nga ana tjetër ti pagon taks për mbajtjen e rrugës kombit. Po ndërkohë ty të mbahet ke litri naftës taksa me mbajtjes rrugës. Pra e pagon dy herë. Qa mendje dhe? Evil mind quhet ai. Ai jadi quhet evil mind. Mendje ja kalon Zotit ai. Ndoshta dhe baras me djallin. Pra, njëherë pagon si litër nafte, si ta suedezi, futen litër ta pagesën e rrugës, pastrimin. Edhe ken litër tjetër. Edhe ti del nafta me 450 lek, shkon në det, pagohet deti, shkon në Ancona, pagohet punëtori italian, vjen prap me det, të prishi rafinerin, edhe ti sot ke ballavaqohesh me naftë më shtrenjtë rajon për përshtim ti në Itali, Angli. Më të shtrenjtë rajon po më shtrenjtë në Europë, ose baras me Europë. Shëllimshme. Që ti të vesh 1.4 euro në Kosovë, tu e ke 2 herë. Duke qenë se 2.1 euro. Duke qenë se prodhojmë një sasi afërsisht. Ne prodhojmë aq sa kemi nevojë. 1 milion ton prodhojmë, 1 milion ton argjojmë në vit,